Formulë tjetër e rëndësishme është edhe formula e vendosjes, po themi, të orës. Nëse unë dua të bëj një rresht këtu, supozojmë dua që këtu të vendos ditën e sotme ose datën e sotme dhe pastaj dua që gjithë ky rreshti të më plotësoj gjithë ditët e tjera të muajit, por mos i duke i vendosur, po themi 1 prill, 2 prill dhe me radhë, por ti marr automatikisht. Në fillim kemi një formulë që vendos orën aktuale, now. Afton të mbyllim klapat, i japim enter dhe automatikisht vendos ditën e sotme dhe orën për cilën ne po flasim. Nëse unë dua që e njëjta, domethënë kjo këtu të vendoset në qelizat e tjera të jetë sa kjo datë me këtë orë plus një ditë tjetër, shënojmë +1 dhe e zgjasim të der sa të duam dhe ka shkuar, po themi, deri me datë 23, deri me datë 23/3, pra e merr automatikisht. Nëse unë dua të vendos, po themi, dua të vendos orën aktuale, datën aktuale, minutat e me radhë, dua ta bëj në mënyrë, po themi, manuale. Kemi nëpërmjet formulës time. Edhe vendos orën, minutat edhe, po themi, sekondat dhe del 10:12 e mëngjesit. Pra, dy formula të shpejta për vendosjen e orës, dhe e njëjta gjë nëse duam ta shtojmë, po themi, edhe në ditët, edhe domethënë orarin tjetër, por kjo këtu në këtë rast po ta shikoni ndryshe nga formula now, nuk e merr sepse këtu jep orën dhe në këtë rast i bie që ta shtonte fillimisht me sekonda dhe prandaj nuk e çon 11 e 12 me radhë, kështu që për këtë do na duhet kjo formula e mësipërme në këtë rast. Atëherë, kemi edhe dy, po themi, elemente të tjerë mjaft të rëndësishëm, është formula nëpërmjet së cilës ne integrojmë edhe në formula të tjera që mund t'i quajmë, dhe një formula më të rëndësishme është formula if. Nëpërmjet kësaj ne vendosim, po themi, nëse plotësohet një kusht, ne mund vendosim ndryshe nga true ose false, mund të vendosim edhe tekste të tjera. Supozojmë, nëse unë dua të korrigjoj provimet e nxënësve dhe i kam ndarë vetëm në 2 fasha. Nëse dua të shoh cilat janë ato që e kalojnë provimin dhe ato që mbesin. Dhe mund të vendos një kusht të tillë, ose në këtë rast dua të shoh gjithë ata menaxher të cilët kanë shitur nën 30 njësi, unë dua ti vendoset statusi mbetet dhe gjithë ata menaxher, po them, që kanë shitur mbi x njësi, ti vendoset statusi kalon ose pushohet nga puna, qëndron në punë me radhë. Atëherë shenjën e barazimit if, klikojmë qelizën, në këtë rast duam të shohim sasinë e shitur, vendosim shenjën, duam që sasia gjithë ata menaxher që kanë shitur mbi 40 njësi, ti vendosim tekstin që mbetet në punë, dhe në të kundërt vendosim tekstin që pushohet nga puna. Po të shikoni në këtë rastin e parë që kemi marrë, sepse mund ta bëjmë për gjithë qelizat e tjera, mjafton që këtu ta ulim poshtë dhe ajo automatikisht i merr edhe për gjithë elementet e tjera, sepse këtu mund të hapim një kolon të re për gjithë menaxherët dhe e ulim automatikisht poshtë. Ne mund ta bëjmë këtu me formulën if. Pra këtë formulë që patëm këtu, mund ta vendosim automatikisht dhe kjo e merr për të gjithë menaxherët, dhe këtu nuk ka nevojë që ti kontrolloj 1 për 1 se kush ka shitur mbi 30 ose jo, por marr vetëm këtë përshkrimin në fund edhe automatikisht nxjerr, po themi, menaxherët që do të pushohen në këtë rast nga puna. Pra, me këtë formulë, nëpërmjet formulës if. Formulë tjetër mjaft e rëndësishme është formula ifs, ku ne nuk integrojmë vetëm një kusht, po integrojmë më tepër se sa një kusht. Supozojmë dua të bëj, në këtë rast dua të vendos disa kushte, ose çfarë do ndodhte nëse unë dua të vendos ose dua të bëj një ndarje midis pikëve që ka marrë secili prej studentëve. Pra supozojmë se këtu janë pikët që ka marrë studentët në provim, dhe dua që të bëj një formulë që automatikisht më nxjerr notat e studentëve. Pra mos rrit të shoh një nga një që me 30 pikë merr këtë notë, me 40 pikë merr këtë notë me radhë, por dua pasi e kam atë ndarje, të shoh këto dhe të më dalë automatikisht nota e studentëve. Supozojmë pra se këto janë pikët e studentëve dhe shenjën e barazimit ifs
dhe filloj të vendos kushtet. Supozojmë në qoftë se kjo këtu është, pra studenti po themi ka marrë më pak se 30 pikë, unë i vendos notën F. Pra F që është automatikisht 4. Në qoftë se përsëri e treshi do klikoj. Se flas për aty janë pikët e studentit. Në qoftë se ka marrë, po themi më pak se 40 pikë, i vendos notën D. Në qoftë se ka marrë më pak se 70 pikë, i vendos notën C. E kështu me radhë. Pra, mund ta vazhdojmë deri tek 90 pikë, 100 pikë, dhe kjo automatikisht i jep notën secilit prej, në këtë rast secilit prej studentëve. Pra njësoj si mund ta vendos këto pikë, mund t'i vendos edhe gjithë këtyre, po themi menaxherë, mund t'i vendos një notë në bazë të performancës së tyre. Pra gjithë ata që kanë shitur më pak se 30 mund t'i vlerësoj me notën po themi F ose me 4. Gjithë ata që kanë shitur mbi 30 por janë poshtë 40-s mund t'i vendos me një notë tjetër. Pra mund të bëj një kategorizim sipas performancës së tyre dhe për të vendosur këto kushte që mund të vendos pafund kushte këtu, përdor formulën IFS. Ndryshe nga formula IF që kishte vetëm një kusht, këtu mund të vendosim më tepër se sa një kusht, pra në varësi të nevojave që ne kemi.